Me të dhënë shenja e betejës, të krishterët të gjithë u lëshuan me njëherë përpara për në shesh të luftës. Kundërshtarët po qëndronin tani më të gaditur përpara kampit. Ballabani e vonoi ndeshjen sepse priste shokun e vet. Prandaj ai dha me njëherë shenjën për të prapsur dhe urdhëroi që të shkonin se mos duke gjikundi kampi shokut. Skënderbeu përkundrazi, duke parë se Ballabani po e zgjaste dhe s'po dilte për të përleshur. Se ishte ora e 3 dhe thuaj e ditës, dërgoi përpara për ta ndezur armikun radhët e veta, të gaditura të të armatosura për ndeshje, kurse vetë me pjesën tjetër të ushtrisë hyri në luginë dhe po vazhdonte në drejtim të kampit të Ballabanit, me qëllim që ta mbronte punën para se të vinte shoku i Ballabanit, dhe të mos kish të ndeshi në po atë kohë me të dy ushtrit, duke u afruar pajisores dhe kampit të armiqve. Ai po e kërkonte me gjithë zemër betejën, të cilën Ballabani, duke i bërë bisht dhe duke e zgjatur, nuk po ja jepte, por e mbante ushtrin brenda pajisores dhe kampit. Por Skënderbeu, i cili dëshironte me të madhe dhe ishte tërë për betejë, me qëllim që të mbaronte dhe të jepte fund sa më shpejt punës, u afroi nga herë më tepër pajisoreve dhe çadrave të armiqve, dhe po e mbyllte ato nga të katër anët, duke i kërcënuar pa prerë dhe duke i ngacmuar armiqt, e të dilnin për të përleshur, ndërsa ushtria e Ballabanit po kërcëllinte dhëmbët të rinat e tërbim, ka që nuk i lejoi të di. Uria dhe tërbimi i kishte rëmbyer dhe po andiste zemrat ushtarëve nga të dy palët. Ballabani e vonoi përleshjen për aq sa pati mundësi. Po kur e pa se shoku i vet s'po dukej gjëkundi dhe s'po i vinte në ndihmë, se si mbetej më as vend për t'u ambathur, as kohë për ta shtyrë betejën, sepse ishte i mbyllur edhe rrethuar me të gjithë anët prej ushtarëve Skënderbegas dhe Epiriot, dhe kampi i tij po sulmoi pa prerë. Atëherë, duke e parë se i duhej të përleshje, vuri në vit të parë përpara flamurtarëve Azap. Rreth tyre në krahun e majt, kundërta në Shtopias, vuri olofanzët, bura dhe ushtarë shumë të stërvitur, dhe të rrahur në punë të luftës. Kundër Zarja Agropos, vuri Ahanzët, kurse kundër Pejko Manuelit, vuri Jeniçerët, luftëtar të mirë. Ai vetë mori dhe mbajti për vete krahun e majt kundër Skënderbeut, bashkë me kohorotën dhe ushtarët veteran, e të cilët e kishte sidomos shpresë. Ndërmjet Skënderbeut dhe Ballabanit, ja nisi një përleshje shumë e madhe. Përdia e burrave nga të dy palët po bëhej e pazakonshme. Atje ishin të dy prijesit, atje pjesa më e madhe e këmbësorëve dhe e kalorsëve Epiriot. Atje ushtria e vjetër kurtane, e rregjur në punë të luftës, dhe ushtria Dibrani, trime në armë, të cilat që në fillim të sulmit shpartalluan vijën e parë dhe i lojtën ushtarët nga vend. Pastaj, sa më shumë që ndizej beteja dhe shtohej klizma, barbarët të pafuqishëm tani më, po endeshin ndërmjet dy ushtrive, si të mos dinin se të kujt ishin, jo ndryshe nga kuaj që bredhnin pa frenë. Skënderbeu, i cili po u bërtiste ushtarëve, përse e bëm me vrap të shpejt një rrugë kaq të gjatë, pas që përpoq më kot, dhe i tunte flamuj në krahun përkundrejt, duke parë se nuk ishe mundur që ta çante armikun. Nga ajo anë, hoqi disa kohorte nga krahu i djathtë, ku e shihte se do të kishte më tepër një qëndrim inaktiv se sa përleshje. I vuri pas ushtrisë dhe pa pritur, jo vetëm armikun, por as të vetët, u lëshuan mbi krahun e majt të armiqve me shpejtësi. Në këtë mënyrë, po vriteshin nga të gjithë anët, nga përpara, nga krahët dhe nga prapa, Ahanzët dhe Olofanzët, dhe kërdia kishte arritur tani më tek Azap. Atje ndeshja që shumë e vogël, sepse një pjesë e madhe të rënë në gjumë gjatë natës së kaluar dhe të shtrirë kudo në përara, mungonin nga beteja.
Por edhe ata që ishin aty pranë, të lodhur e të këputur, nga udha dhe pagjumësia, mezi i mbanin armët në supe. Pastaj ishte edhe mezi i ditës dhe etja e vapa, bënin që të pësonin kërdi dhe të kapeshin të gjallë. Gjysmë të mbaruar dhe me shpirt në dhëmbë. Kapedani Balaban, ashtu si shpesh herë të tjera. Edhe kësaj here në këtë betejë, sidomos u tregua i denjë, për të përmendur, dhe me të vërtet, ai u qëndroi për një kohë të gjatë, rreziqeve duke i nxitur luftëtarët, dhe njëkohësisht duke i shkuar pranë. Herë duke u lutur, herë duke ndëshkuar. I ndezi ata të këputur e pa qef nga lodhja dhe mërzia. Ai ktheu prapa ata që merrnin Aratin. Dhe vuri përsëri në vend betejë, dhe lën pas dore në disa vende. Por në fund, kur e pa se fitoria ishte padyshim e krijuar, dhe se nuk mund t'i bënte ballë më betejës, i dha kalit dhe u ambathi sa mundi me shpejtësi dhe gjithë ushtria. Gjithë radhët e përzierave dhe të ngatëruara morën Aratin, duke u përshpërndar sa ndej këndej në për lugina, në për fush e në për male, ashtu si që alejoi se cilit fat. Të pakt që janë ata që e ndoqën kapetanin pas dhe që mundën të dilnin gjallë. Bashkë me të, në përmes të kërdis dhe të përshtjellimit, gjithë barbarët e tjerë, ose u vranë, ose u zunë të gjallë. Me të vërtet, o që se provonte kush të dilte nga lugina, duke ju kur pa u vënë re në përmes të përshtjellimit dhe tregtimit të ushtrive, ai vritej nga ata që kishin zënë majat e maleve dhe kodrit. Dhe kështu ushtria e Balabanit dërmua atë ditë dhe pothuaj u shkatrua krejt. Të fitore kaq të madhe dhe të ndritur, të arritur nga Skënderbeu, pasoi me një herë një fortunë e re dhe një ardhje e re ushtrisë armike. Skënderbeu s'kishte dalë ende me ushtrin nga lugina. Ushtarët se kishin darë ende në mes tyre laçkën të ushtrisë së Balabanit. Trupat e armiqve të shtrirë për dhe, po dërgjeshin, ende duke përpolitur, kur lajtëmëtari së motrës Mamic, ka qyteti Petrelës. Po ajo ndodhi së bashku me kohortën dhe familjen e vet, jam briti fluturim si me një letër tek Skënderbeu. E këtë letër, e njoftoftë të vllajnë se Jakub Arnauti, kapetan dhe udhëheqës, ushtrie, i prijesin Mehmet, së bashku me 60.000 kalorës, ishte hyrë përmes rrugës së Beogratit në Epir, dhe se i kishte ngulur tani çadrat në Tiranën e vogël, pranë lumit që quhet nga banorët Argilta. Ky Jakupi me origjinë nga Epiri, prej prindërish të krishterë, i marrë rob nga barbarët dhe i bërë synet, i shkthyer në fen muhamediane. Ishte një burr trim e luftëtar, që edhe herë të tjera ishte kryer para Mehmetit dhe për dobi të tij, si në Azi si në Europë, shumë vepra të ndritura. Jakub Arnauti kishte ardhur së bashku me shokun e vet Balabanit për të kapur Skënderbeun. E këto të gjitha ishin të vërteta, pohonte një far barbari nga kampi Jakub, i zënë prej ushtarëve të Mamicës. Kur i dëgjoi këto Skënderbeu, u nis menjëherë së bashku me ushtrinë e vet, e cila qëndronte ende gati dhe me armë në dorë për në Tiranën e vogël, ku Jakub Arnauti kishte ngulur çadra.